Përshëndetje njerë juve si gazetar dhe faleminderit që vini na pyesni për hallet e problemet tona, se hallet e problemet e fshatit, sidomos të fshatit, janë shumë të theksuara. Ju faleminderit e njerë, juve si gazetar, kurse nga shteti kemi shumë ankesa, se nuk po pyet fare për fshatarët, që është thelbi kryesor dhe jetesa. Jo vetëm e fshatit, po edhe e qytetit, rron për fshatit, për prodhimeve të fshatit. Neve punojmë gjithë vitin dhe nuk kemi siguri, nuk na shitet asgjë. Po juve tani keni problemin tek Rushi. Po, tek Rushi. Sa kuintal rush prodhoni çdo vit ose sa hektar vreshta ke? Ne kemi dy lyme gjysmë si familje, kemi dy lyme gjysmë vresht. Po ju shitet? Nuk na është shitur, vitet e para na është shitur. Me çmim të ulët po është shitur. Po ben këto vitet e fundit nuk është shitur, sidomos 3 vitet e fundit asnjë kile nuk kemi shitur ne si familje. Çfarë bëni? Që kemi shën bidonat të vish në shpiton, janë bidonat plot, me raki me vera. Edhe rakia e vera nuk shkon, nuk shitet. Po pse po ndodh kjo situatë? Pse po ndodh? Vjen nga jashtë. Është futur rush, thon, nga Maqedonia, nga Greqia, vin nga rrethet e tjera, shteti këtë të siguroj, të shitet një prodhim i fshatarit, pastaj të fut nga të doj, po të mos plotësohet tregu. Po ju dëmton kjo? Si nuk na dëmton, neve si familje me çfarë rojmë? Fëmijët i kemi të larguar, s'na ndihmon dot njeri. Janë fëmijë të larguar, gjene shqyr që janë ata kur thonë edhe për një hall, për një gjë, ashtu përpiqemi në ata. Kurse gjërat e tjera ne nuk përballojmë dot asgjë vet. Ty pyes, kjo situatë që ju thoni ka shumë vite që ndodh, nuk Po. shitet. Ju bën ndonjëherë që ta lini këtë punë? Edhe tani atë bisedë kisha me shokun tim, thosha këtë vit që vjen ta lëm fare. Po prap të vjen keq, si ta lesh? Të vjen keq. Të vjen keq edhe për moshën që kemi, se duhet të punojmë pak, që të përballojmë. Në një doktor nuk vjen dot. Kudo që të vesh, duhen shpenzime. Po si zonjë që punon akoma, i akoma në fushë, se po të them këtë pjesë. Po. Çfarë thirrje i bën institucioneve, sepse parimisht ata kanë në dorë që të Çfarë thirrje në radhë të parë shtetit, edhe kryeministrit, të kthej kokën nga fshati, të shikoj problemet e fshatit. Në radhë të parë. Që të kemi një sigurim. Neve blejmë plera, ilaçe, të era nuk lajmë dot lekat e ilaçeve. I kemi të shënuara akoma, lekat e ilaçeve. E nuk i lajmë dot. Shpenzimet e rushit nuk nxjerrim dot, të prodhimeve të tëra, jo vetëm të rushit. Po rushi është problem, se ky mblidhet edhe prishet. S'ke ku si e lë më shumë. Se magazinon dot. Edhe ta magazinosh, nuk ke treg. Ja e magazinove, s'ke treg. As për verë, as për raki. Me sa duhet shitet 1 kilogram rush? Po çfarë me çmim kot fare, 500 leka kile rushit, që po e shesim neve, po ju themi edhe s'vjen ta marr njeri. Po ai që vjen nga jashtë, është më i mirë se ky rush që merret në treg? Po çfarë është më i mirë? Mund të jetë më i mirë se mund të ketë kimikate më shumë plera ose ashtu, që kurse ky është bio. Ta hash kokrën e këtij nuk krahasohet me rushin që vjen qande. Shumë faleminderit. Faleminderit.